Dhe më qëndronë lidhë në të jemi së bashku sërish dhe përshëndet sërish Edmond Guri më falë nga Greqia, nga Athina. Edmond të përshëndes. E rregullove flamën, po prisja në fakt të vendosja një flamë, po ndoshta ishte duke rregulluar diçka tjetër. Jam Skënderbeu këtu, po vjen në qoshe dhe jam në zyrë pune dhe është pamje fantastike që i befason edhe shumë herë greke kur i më dhe thonë, sepse është bërë dhe Skënderbeu shumë i famshëm, aq më tepër kohët e fundit që ka shumë pritshmëri për ta bërë atë grek, është ajo ndjesia ballkanike, por gjithsesi jemi në klimën e festave dhe e gjithë komuniteti shqiptar, e gjithë diaspora shqiptare me shoqata organizata feston çdo natë ka qysh në fillim të muajit me shumë aktivitete si rradhë herë më parë dhe më vjen mirë që në Greqi, duke patur parasysh që është një vend specifik, ne kemi gjetur ripin, fuqinë dhe dëshirën për të festuar dhe të ftuar festat tona kombëtare. Një shumicë absolute në Greqi, në Itali, gjithashtu e shqiptarëve. Çfarë pritet? Ndoshta nuk e di, nëse ka ndonjë aktivitet, shpeshherë kemi parë në vite kaluara që shqiptarët me flamën nëpër makina, me ato borit e famshme, kudo nga New Yorku, edhe në Europë, në vende ballkanike, çfarë ndodh në Greqi? Edhe kjo pritet ndodh në Greqi, uroj që mos ketë incidente sepse ka një thirrje të rinis dhe ajo është më e bukur gjithë sa është fakti që nuk e bëjnë të rriturit, të cilët kanë ardhur një moshë delikate në Greqi dhe tashmë janë një moshë të përparuar, por është britësit e tyre, ata që ose kanë lindur në Greqi ose janë shkolluar në Greqi dhe duan të festojnë, pra e kanë shumë të nevojshme këtë pjesë dhe duan ta shprehin me çdo formë. Kanë bërë një thirrje që sot mbet një marsim për në Sintagma, uroj që mos ketë incidente. Vitin e kaluar policia i lejoi dhe festuan në shkëlqyshëm, uroj të ndodhë dhe sot kështu. Konkretisht në momentin flas janë bërë disa 10 aktivitete, duke filluar nga ekspozita, nga aktivitete kulinarie, festa, kremtimin e festave në të gjithë Greqinë, në ishullin e Kretës sonda janë me 10 aktivitete kulturore, ku shoqatat aty bëjnë aktivitete siç është shoqata e emigrantëve në rrethnë ku është ditë tretë si vjetë që bën një fest të hapur në shesh, pra në shesh qendror të qytetit, në Hanja, lidhja e shoqatave shqiptare në Kretë, në Patra, në Athinë kemi sonde, kemi ditën e nesme, kemi ditën e diel, shumë aktivitete. Edhe ambasada po ashtu ka filluar 2 takime për çdo vit, pra ndihet fuqishëm fryma e festave kombëtare të 28-29 dhjetor dhe na vjen mirë që Greqia, populli i vendit se pushteti lokal kryesisht nuk është bërë asnjëherë pengesë për ne që të kremtojmë festat kombëtare. Dhe më vjen mirë që dëgjoj këtë, se të pa nga një komunikim që pata gjatë ditës sot ta kem në një lidhje më vonë, pak minuta më pas, një lidhje direkte nga Britania, nga Londra, policia nuk ishte lejuar, ishte bërë një lloj thirrje kështu shqiptarëve atje që të mos dilin në shesh aty ku është bërë e përvitshme në fakt. Ndërkohë, Sokol ty pyes çfarë ndodh aty ku ju jeni? Ku ndodheni saktësisht? Në cilën zonë, në cilën qytet ndodheni? Në Izmir. Në Izmir. Çfarë ndodh saktësisht jo vetëm në Izmir, por në të gjithë Turqi? Mund të ketë problematika të kësaj natyre në raport me organizimet apo nuk shfaqim këto incidente? Jo, në Turqi nuk kemi incidente të tilla, në të kundërtën, të gjithë institucionet zyrtare të shtetit apo edhe lokalet na i hapin portat e tyre, shumë biznesmen shqiptar hapin edhe hotelet e tyre, por edhe vetë institucionet turke, unë ka 27 vite që jam këtu dhe 27 vite e festoj. Këtu jemi me të vërtet bilesata është një gjë shumë interesante që unë kur flas me turqit, jo thjesht vetëm me popullin, por edhe me ministra, ish kryeministra, apo edhe presidentin e soqëm që ne shqiptarët festojmë festin e pavarësisë, festin e flamurit të Gjergj Kasiodës Skënderbeu që e kemi marrë ajo pra pavarësinë edhe tonë historia është e kaluar, me tash jemi vëllezër dhe jemi miq dhe kjo festë do ta festojmë më së miri në Turqi sepse kështu i tregoni botës se nga keni dalë të pavarur, por edhe aty e festojnë me kënaqërinë më të madhe. Dhe kjo është e rëndësishme. Elena, është një farë forme, po themi kapaciteti më i lartë atyre shqiptarëve, emigrantëve që kanë emigruar herët, ta ruajnë dhe ta trashëgojnë këtë me fanatizëm, po themi këtë formë të festuarit, të përcjellin informacione, sigurisht edhe në Shqipëri, nuk do që të bëj paragjykim, po ndoshta ata që janë pak më larg ndjejnë pak më tepër. Duket sikur distanca e shton në fakt peshën e mallit edhe vlerat e adeut. Njeriu në vendlindje, edhe ne që kemi migruar, që nuk kemi patur emigracion, por kemi lëvizur nga qytetet tona të vogla dhe jemi vendosur këtu, më besoj që është pothuajse ndjesi e ngjashme kur ti je në vendin tënd, në tokën e babait tënd, e babës tënd, që themi ne,
nga veriu, kështu që duket sikur aty është e plotë e gjithë liria. Pastaj ne për të mos bërë politikë dhe për të mos folur për pjesën e Turqisë dhe Greqisë që na kanë borxhe, na kanë shumë vite borxhe dhe edhe shumë toka që janë tonat. Kështu që për te kësaj ne është rëndësishme që globalizmi edhe shumë shtete të mëdha, sidomos ne kemi patur rastin e Amerikës që është festuar gjithmonë